Ekspertët e mjedisit konstatojnë rritje të numrit të shpendëve, ndonse censi i tyre vazhdon, sipas se Shumka e shpjegon këtë kryesisht me zhvendosjen e tyre nga liçeni i Prespës drejt Pogradecit. Mund të them që numri i shpendëve pak a shumë ka një rritje në Pogradec për disa arsye. Arsye kryesore mund të jetë edhe fakti që në liçenin e Prespës ne kemi ndryshime të habitateve si rezultati i reduktimit të nivelit të liçenit dhe një pjesë e madhe aty mund të jenë zhvendosur këtu, por kjo është vetëm në mënyrë hipotetike. Ka disa elemente të veçanta në Pogradec si vjet, për herë të parë në rreth mbi 20 vjet që bëjmë ne monitorim, numri i individëve të një specie të rëndësishme siç është murcako është pothuajse shumë i madh. Shumka gjithashtu shprehet se ecuria e popullsisë së shpendëve varet nga disa faktorë që krijojnë kushte të përshtatshme për qëndrimin e tyre. Në zonën e Pogradecit për fat të mirë niveli i ujit është i qëndrueshëm dhe kjo është një nga parakushtet që një pjesë e më rëndësishme e shpendëve të kenë vazhdueshmëri në jetesën e tyre. Shqetësimet zonat e tjera të shqetësuara mund të jenë zonat që ka aktivitet të fuqishëm turistik, zona ku mund të ketë praktikisht ndërtime, zonat të tjera të cilat mund të jenë të frekuentuara shumë nga trafiku e të tjera. Ndërkohë Gani Bego thekson se disa grupe në terren, shqiptare dhe maqedonase, po vijojnë monitorimin e përbashkët të specieve. Kemi 2 grupe numërimi, një grup ka filluar pranë doganës së Tushemishtit dhe grupi tjetër në Lin. Procesi vazhdon normalisht dhe rezultatet e para janë të kënaqshme. Si vjet kemi një numër, le të themi, më të lartë të shpendëve dhe kjo tregon se ekosistemi në liçenin e Pogradecit është i qëndrueshëm dhe kërcënimet qoftë nga njeriu apo dhe ndryshimet klimatike nuk është se kanë dhënë efektet e tyre për sa i përket shpendëve. Në pjesën shqiptare janë 2 grupe. Për sa i përket pjesës maqedonse nuk kemi informacion sa grupe numërose janë. Përveç ekspertëve, procesit të censusit i janë bashkuar edhe të rinj. Sot morën pjesë në censusin e shpendëve dimërore, ujore, të cila mbahet një në vit në muajin e janarit. Për mua, si herë e parë ishte një eksperiencë tepër e bukur, si të fantastike, sepse vërtet ne jetojmë në qytetin e Pogradecit, ku kemi dhe liçenin ton të Ohrit, por nuk dinim që kishte gjitha këto lloje shpendesh të veçanta. Censusi i shpendëve dimërues zhvillohet prej disa vitesh dhe synon monitorimin e popullsisë së specieve të ndryshme në liçenet e Pogradecit dhe të Prespës, duke shërbyer si një tregues i rëndësishëm për gjendjen e biodiversitetit në këtë zona të mbrojtura.